Jemi rikthyer. Zoti Rapaj, dua ta vazhdojmë bisedën, por duke u ndalur tek një tjetër çështje që po ashtu është në fokus të asaj çfarë do të marrë vëmendje në Kongresin dhe forumin e ditës së martë, të datës 11 nëntor. Çështja dhe skemat kombëtare të mbështetjes. Ne dim që prej disa vitesh ka disa skema, pra janë, mos gaboj, janë 7 skema kombëtare të mbështetjes së sektorit, përfshirë është një skem me 7 mbështetje, me 7 kapituj. Edhe skema e naftës po ashtu, ndërkohë këtë vit edhe për të zbutur disi boshllëkun që lanë pezullimi i fondeve të IPARD, u vendos edhe skema investimit në ferma, si edhe linja e financimit përmes kreditimit me interes 2%, për shkak edhe të garancisë sovrane të vënë në dispozicion nga qeveria në mbështetje gjithmonë të sektorit bujqësor. Çfarë duhet ndryshuar në këtë drejtim, duke qenë se efektet dhe impakti po ashtu është... Natyrisht, financimi dhe disbursimi i fondeve do të jetë një ndër çështjet kryesore që do të diskutohet në Kongres. Për sa i përket skemës kombëtare, thelbi është që ne do të kërkojmë ndryshimin e mënyrës se si është disbursuar skema kombëtare deri tani. Ne do të kërkojmë që të kalojmë tek disbursimi për njësi prodhimi, duke filluar këtë me cilësinë e parë dhe mandej duke vazhduar me cilësitë e tjera. Ndryshimi i skemës, i rimbursimit, është shumë i rëndësishëm për të rritur eficiencën e saj dhe për të rritur eficiencën e fondeve që jepen. Njëkohësisht, ne kemi kërkuar që buxheti i skemës kombëtare të dyfishohet në vitet në vijim. Fondi, nga 54 milion të shkojnë në 108 milion, në mënyrë të tillë që ne të kemi mundësinë që të gjithë ata që shpallën fitus të kenë mundësinë të përfitojnë dhe njëkohësisht kemi kërkuar që edhe skema e naftës të ndryshojë duke pasur një tjetër menaxhim, jo ai që është sot, duke blerë naftën fermeri me 50% me çmimin e tregut dhe 50% falas, por duke krijuar një ndërmarrje të posaçme e cila të punojë vetëm për shpenzime, pa fitim, në mënyrë që fermeri ta marrë me çmim sa më të lirë naftën që merr deri më sot, dhe kjo është më se mundur. Njëkohësisht, ne kemi kërkuar që tek skema kombëtare të ndërlidhet fort edhe me IPARD-in, me fondet e IPARD-it, dhe kemi vënë si objektiv për të arritur që fondet e IPARD-it të hapen brenda 6 muajorit të parë të vitit 2026. Po nuk besoj që kjo është çështje... Kjo është çështje jonë, nuk është më çështje, është çështje e grupit, e grupimit, e Ministrisë, e Ministrisë Financës, e sektorit privat, e AZBR-s, e Ministrisë Bujqësisë. Se sa kemi ne reflektuar mbi... Ne kemi reflektuar mbi të... Mbi shqetësimet që thua në pezullimin e fondeve? Dhe për mendimin tim, dhe nga sa njohun problemin, është plotësisht i mundur që IPARD-it të hapet fondet e IPARD-it të disbursohen që në 6 muajin e parë të 2026-s. Po ecet me ritme të shpejta për plotësimin e kritereve që janë caktuar dhe besoj që kjo do të mundësohet dhe do të realizohet. Ky është një objektiv që natyrisht duke punuar të gjithë së bashku ne mund të realizojmë, ndërsa duke punuar veç e veç secili në segmentin e tij nuk mund të realizojmë. Nuk mund të realizohet. Profesor... Po do bëj një ndërhyrje. Po, patjetër. Kalimin në skema mbështetëse me njësi prodhimi, mendoj se është zgjidhja më e mirë dhe e duhur. Do të nxit fermerin për të prodhuar, në rast se ai prodhon sot X njësi prodhimi, nesër po e dyfishovi do të marrë mbështetje më të madhe. Dhe garanton të gjithë fermerët nxit po. Përkundrazi formalizimin po, e nxit sepse ky prodhim duhet të evidentohet, ku do dorëzohet, ku do shitet, dhe sigurisht kërkon formalizim. Dhe shërben për të nxitur prodhimin, për të rritur cilësinë, ashtu siç tha Zoti Rapaj, që për prodhimin e cilësisë parë, që garanton cilësi dhe standard, por dhe e formalizon. Dhe do t'jetë zgjidhja më e mirë e cila mbase duhet të ishte bërë më përpara, por nuk është vonë për ta bërë asnjëherë. Mbështetja, sepse
e sjell duke qenë se disa javë më parë kisha në një intervistë një ekspert ekonomie nga Maqedonia e Veriut. Kemi pas rast që e kemi diskutuar dhe kemi hequr paralele edhe nga le të themi skemat mbështetëse në Shqipëri në raport me ato që aplikohen në Kosovë, por në Maqedoninë e Veriut mbështetja vjetore për sektorin e bujqësisë ishte 300 milion euro. Pra gati 10 fish më shumë në raport me mbështetjen që ofrohet në Shqipëri. Mbështetja, pra rritja e fondeve që shkojnë në adres të fermerëve, do t'jepte zgjidhje problemeve? Madhësia e mbështetjes pa tjetër ka rëndësi. Dhe është e mundshme që të rritet, dhe duhet të rritet, pa tjetër. Sepse ne e kemi shumë të ullët dhe se Maqedonia, edhe se Kosova, skemën e mbështetjes, totalin në përgjithësi. Kështu që përderisa i referoj Maqedonisë, ka patur rezultat, mbështetja dhe ka, në rezultate, ne duhet të rritim edhe madhësinë e mbështetjes. Mënyrat pastaj mund të jenë ndryshme. Unë mund të jap një shembull që kam nga disa studentë nga Maqedonia që studionin në fakultetin tonë. Dhe përdorin një skem të thjeshtë, për t'i blerë prodhimin fermerit, mollën për marrë. Ajo që është në rajonin e Maqedonisë, ato në kufime Korçën, masive. Një pjesë të prodhimit e blente shteti dhe e shpërndante falas në nxënësit e shkollave, kryesisht në familje që ishë nevojë. Pra, ja merrte fermerin, nuk e linte prodhimin edhe të mos shkojë dëm, po që të shkonte dëm, edhe mos penalizohet. Dhe njëkohësisht atë jepte ndihmonte një shtresë nevojë. Një lloj zgjidhje praktike që ata e kishin bërë dhe ishte me përfitim pa llogaritur dhe efektin social, ë? Efektin social të... Me përfitime, do të më quaj të dyanshme, dhe për fermerin, por dhe për familje nevoj, ose ati që vetë... Zotë Rapaj, duke qënë se aplikimet për skemën e kredis, pra kredis 2%, mbyllen në 20 nëntor të këti viti. Pra 20 nëntori është afati për të aplikuar për ata të cilët duan të rrisin aktivitetin dhe të përfitojnë një kredi në vlerën e 250.000 eurove. Është... 25 milion lek. Po, 25 milion lek është shuma që ofrohet, shuma e kredis që ofrohet, përkundrejt një interesi 2% edhe në sajt të garancisë sovrane që ka akorduar qeveria 30 milion euro. Ka pasur interes, sepse ne një javë më parë kishim edhe drejtoreshën e AZHBR-s. Por nga, do më thënë, është ndryshë të marrësh një qasje nga institucioni dhe është ndryshë të marrësh nga grupet e interesit. Tani, ju si e lexoni skemën në tërësi dhe kishte aspekte që kishin nevojë të përmirësoheshin për ta bërë më efektive? Shiko, fillimi i kësaj skeme ka qenë i vështirë për të pranuar si diçka e vërtet, dhe por aplikimi ka pasur. Ka pasur. Aplikimi ka pasur, interes ka pasur. Ne, si Këshilla Agrobiznesi, kemi marrë 2-3 modele për të parë realisht reagimin e bankave, se si bankat reagojnë. Reagimi i bankave ka qenë strikt dhe bankat po përdorin të njëjtat kritere që kanë përdorur dhe nuk besoj se do të ndryshojnë. Kanë po ato kërkesa që ka pasur dhe më përpara, që mendoj që këtu duhet të ndryshojë diçka tek bankat e nivelit 2, për arsye sepse ne sot po hasim në vështirësi veçanërisht për startupet, por pa startupe, pa mbështetur startupet, këto nuk mund të ecin përpara, sepse shumica e atyre që duan të punojnë dhe duan të futen në proces, në fushën e bujqësisë dhe gjithë sektorët e tjerë, janë startupe dhe ne këta duhet i ndihmojmë, por bankat kanë akoma atë barrierën që për startupet nuk japin kredi. Njëkohësisht, historiku është një tjetër element që bankat përsëri nuk tolerojnë, por në qoftë se ne nuk do të vlerësojmë realitetin dhe jo historinë, atëherë këtu do të përsëri ne do të kemi një pengesë kryesore tek bankat. Për sa i përket kolateralit, bankat e kanë mirëpritur këtë si element, shtesë të sigurisë, ndërsa për sa i përket fondit të 250 milion, unë mendoj që bankat nuk është se nuk kanë pas para. Bankat kanë pas para, nuk kanë pas nevojë për para shtesë, për fonde shtesë, por Banka e Shqipërisë me këtë ka nxitur dhe vazhdon ka nxitur bankat e nivelit 2 që t'i ofrojnë më shumë sektorit të bujqësisë me kredi.
Ky është një proces i vështirë, nuk është një proces i thjesht për tu... Edhe ndoshta edhe do kohën e vetë që të... Patjetër që do kohën e vetë, ai është 5 vjet, mbaron 20 nëntor, do hapen prap thirrje për vitin tjetër, por kjo nuk do të thotë që kërkesat nuk janë. Janë mbi 700 kërkesa tek paketa e maleve për të realizuar projekte. Dhe këto janë pothuajse të njëjta si dhe... Të cekim pak duke qenë se jemi drejt fundit. Çështja e sigurimit të sektorit. Pra, Ligji për sigurimin. Ka mbetur po ashtu një çështje që ende nuk është adresuar dhe tjetra keni kërkuar po ashtu edhe fshirje, amnisti për detyrimet e krijuara, do të kërkoni më saktë. Po, janë disa nga kërkesat që ne do të bëjmë. Një kërkesë është fshirja e të gjithë debitorëve që kanë pasur SHBB-t, që janë të 104 SHBB-t tëra janë me gjoba, me gjoba administrative më shumë, në ditët e para të krijimit të tyre, dhe kjo për të krijuar një besim tek SHBB-t dhe tek këto që do krijohen, që ka ndryshuar më koncepti, nuk është më koncepti që ka qenë për mbështetjen e grupimit, por është një koncept tjetër, këto duhet të falen. Dhe elementi tjetër... Sa detyrimi? Unë nuk e kam llogaritur detyrimin se sa është, por nuk është një shifër kush e di çfarë, por të gjitha janë të ndëshkuara dhe të gjitha janë të bllokuara. Si rezultat i këtyre ndëshkimeve të gjove që ato kanë. Njëkohësisht janë edhe një sër debitorësh të tjerë që kanë ardhur si rezultat i fondeve grant, disbursimit të fondeve grant, që kanë ardhur fonde grant dhe këto janë kthyer në kredi me interes dhe tashmë edhe me kamat vonesa për mos... Pra kanë ardhur si grante pastaj janë kthyer si kredi. Si kredi. Janë me qindra mekanizator që janë bllokuar, nuk marrin dot targat e mjeteve, nuk legalizojnë dot mjetet e tyre, si rezultat i kësaj mase. Kemi kërkuar që edhe kjo të trajtohet si grant dhe të mos trajtohet më si një kredi, sepse nuk kanë qenë fondet buxhetit, por kanë qenë fonde grant për të mbështetur fermerët. Sa e rëndësishëm është, profesor, mekanizimi dhe digitalizimi, pra futja e teknologjisë në bujqësi? Bujqësi, po të bujqësi dhe kultivim bujqësor do të kuptosh teknologjinë e kultivimit. Dhe brenda teknologjisë kultivimit, mekanika zë pjesë konsiderueshme. Sigurisht mekanizimi është mjaft i rëndësishëm, veçanërisht në kushtet e sotme, kur ne kemi mungesë fuqisë punëtore. Është një nga problemet kryesore për fermat e mëdha, fuqia punëtore. Po i quaj fermat e mëdha, duke filluar nga disa hektare edhe sipër. Fuqia punëtore, edhe për sa vite, vështirë se sa që mundet të ketë zgjidhje. Dhe zbutja e kërkesa për fuqi punëtore mundet të vinë nga mekanizimi. Njëkohësisht mekanizimi do të ndihmojë pastaj kryerjen në afat dhe me cilësi dhe të punimeve të ndryshme, të cilat do të jenë në shërbim të rritjes së rendimentit dhe të rritjes së cilësisë. Sepse në bujqësi është mjaft e rëndësishme dhe kryerja e një ndërhyrje ose një mase në kohën e duhur. Po që se nuk e trajtove, një spërkatje në kohën e duhur, atëre ai infeksion vështirë se mund të luftohet. Ose po që se nuk e pleron në kohën e duhur, rezultatet, efektiviteti i plerimit do të jetë i ulët. Ndaj, mekanizimi është një zgjidhje. Digitalizimi pastaj unë e shikoj çik me problem, po ta marrësh në atë konceptin e përgjithshëm, sepse ne kemi ngastrat e vogla dhe të fillosh pastaj me atë që shpesh ne i quajmë bujqësi digjitale. Bujqësi tradicionale si ajo për të kaluar te digitalizimi duket utopike. Ose bujqësi me precizion mund të kalohet. Por duhet kaluar gradualisht dhe kryesisht filloj me fermat e mëdha. Që i kanë bizneset fuqishme dhe ato mund të futin fare mirë dhe digitalizimin. Dhe gradualisht pastaj mund të bëhet ai kooperimi, bashkëpunimi që u përmend. Shojmë që janë ajo që kërkohet në fakt është edhe një lloj... Profesori po flet për fushën, që ka vështirësi fusha, por ambientet e mbrojtura, sidomos serat, nuk kanë absolutisht asnjë problem për digitalizimin. Nëse ne kemi 2000 hektar sera, dhe në qoftë se fusim procesin e digitalizimit, ne mund të dyfishojmë rendimentin në këto sera dhe po të realizojmë propozimet që ne kemi bërë. Pra,
Në 2000 hektar sera. I përgjigjet fondi, sepse ju thatë që do kërkojmë 2% fond. Vetë emri... Ju përgjigjet fondi këtyre masave? Vetë emri kultivime në mjediset të mbrojtura, tregon dhe mundësin e zbatimit të digitalizimit, sepse mjedisi mbrojtur i kontrolon në një masë shumë të madhe dhe optimale të gjitha parametra që duen. Dhe kjo mund të realizohet fara mirë me digitalizim. Është fakt sot, profesor, që ne nga 1 hektar serë me teknologji bashkohore marrë 1300 kuintal për hektar, ndërsa kapaciteti serës është 3500 kuintal për hektar. Çfarë rezerve kemi ne në këtë drejtim? Përveç rezervave që kemi për cilësinë dhe standardet, që janë rezervat mjaft të pashfrytzuara, të papërdorura deri më sot, dhe prandaj dhe ne kemi qenë dakord që në fund të 2030-ës ne të kalojmë në 1 miliard eksporte, duke pas parasysh këto rezerva që kemi. Këtë rendiment që përmendët juve, 1300 kuintal, unë bëj mend, kur kam dalë vite para agronom, kam punuar në ish në Pëkorça. Edhe në Pëkorça ka patur një serë 3 hektar, serë me xhama, i modeli holandez i vjetër që ishte, dhe e merrnim ne në atë kohë. Unë kam qenë agronom serë në atë periudhë. Po, Izraeli... Para 20 vjetësh, merë e rendiment, dhe sot, ti esh në atë rendiment... Izraeli sot merë 3500 kuintal për hektar, vetëm se rezultati digitalizimit dhe kontrolit në distancë që i bënd gjithë sektorit serë. Është mundësia e 2 vishimit, 3 vishimit prodhimit. Ndërsa në fush, unë e shikoj... Në fush ka probleme, por... Në fermat e mëdha mund realizohet, një ferm 10 hektarë, 20 hektarë, edhe në sipërfaqe e tilla, por në ngastrat siç e kemi ne, ndërsa njësitë e shërbimit mund të krijojnë, mund të jenë një element që ta shfrytëzojnë. Do të thënë element të veçantë të digitalizimit mund t'i përdorin shumë mirë dhe njësitë e shërbimit. Element veçantë. Po në total, le të fillojmë me element veçantë, pastaj të shkojmë duke u rritur. Shtylla e 4, që është për afrimi legjislacionit, por kjo nuk do shumë edhe koment se ne, kur bëhet fjalë për ligje, i adaptojmë edhe nuk që dojmë asnjëherë të kjo pjesa. Pra, ne me legjislacionin jemi gjithmonë në përputhje me ato të Bashkimit Evropian. Kështu që nuk është sfidues ky proces. Sfidues janë proceset e tjera. Jo, sfidues është vetëm shtrimi si paket, kalimi si paket, në mënyrë të tillë që të realizojmë ato boshllëqe që ne kemi. E qartë, mirë. Ne do të kemi rast pa diskutim që edhe ti diskutojmë, sepse edhe çështja e TVSH-s që ne kemi diskutuar dhe pa dyshim do ta diskutojmë edhe në emisionet e ardhshme për të kuptuar se cila do të jetë skema që do të zgjedhë qeveria për të zbatuar. E rëndësishme është që ajo çfarë dihet deri më tani për fermerin do të aplikohet 10% rimbursim. Megjithatë, kërkesa është që të aplikohet një TVSH më reduktuar, konkretisht 6 apo 10% në momentin e blerjes nga konsumatori, sepse e tillë politik do të reflektohet tek çmimin që gjithë secili nga ne paguan. Zoti Rapaj, unë ju falenderoj, kënaqësi që u kisha. Faleminderit. Faleminderit ju që i trajtoni këto probleme. Profesor, faleminderit po ashtu. Kënaqësi që u kisha në studio. Faleminderit dhe ju. Faleminderit për prezencën. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës është nesër në orën 16:00 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.